Tu na vjen një çështje interesante. Arsyeja intuita. Domethënë gjërat kur flasim për Islamin dhe për imanin, aty ka shpjegim, aty ka analizë, aty ka zbërthim. Domethënë ne jemi taft me shpjegu në mos madhe edhe racionalisht çështjen e Islamit, çështjen edhe të imanit. Domethënë aty këto dy kondita bëhen nëpërmjet arsyes, edhe besimit, sigurisht. Ndërkaq ihsani është përjetim. Ihsani nuk shpjegohet. Prandaj shumë njerëz është mirë me pas parasysh. Jo çdo gjë e fesë mund të shpjegohet, veçanërisht kur bëhet fjala për përjetimin. Prandaj shumë çështje të fesë për njerëzit pa fe mund të konsiderohen absurde, mund të konsiderohen domethënë të pakapshme, edhe është totalisht e kuptueshme. Pse? Sepse për me arriti me kap atë çështje, duhesh me përjetu. Përjetimi është pjesa që kurrëherë nuk do të arrijë të shpjegohet, ajo vetëm do të përjetohet. Prandaj feja nuk është filozofi e thatë, nuk është vetëm interpretim. Prandaj do të më ekzistojë një farë mirëkuptimi mes fetarëve dhe jo fetarëve. Kur ata folin ndonjëherë për çështje të fesë, na do të më pas një farë mëshire me i kuptu, sepse nuk i kanë përjetu ato çështje të fesë. Ndërkaq, ata që nuk janë fetar, është mirë me i pas parasysh se fetarët ndo momente i përjetojnë gjanat. Unë muj me të shpjegu gjithë ditën për Ramazanin edhe për agjerimin, por nuk muj me të shpjegu ndjenin e iftarit. Unë muj gjithë ditën me të shpjegu haxhin, ritualin e haxhis, vizitën e Qabes e kështu me radhë. Po nuk muj me ta shpjegu ndjesin e prezencës time, domethënë përballë Qabes. Domethënë kjo është madje edhe në jetën e përditshme. Unë muj me ta shpjegu rëndësinë e dhënies, e sadakes, e humanitetit, por nuk muj me ta shpjegu ndjesin edhe përjetimin e atij që bën humanitet dhe jep. Domethënë është jashtëzakonisht e rëndësishme me kanë që ky farë mirëkuptimi minimal mes jo fetarëve dhe fetarëve, për kitazi me pjesën e përjetimeve që domethënë ju ndodh fetarëve dhe ju mungon jo fetarëve.